Për ty grua, gjithashtu dhe për ty burr, dua të them, sa ke zgjedhur veten tënde deri tani në jetën tënde. Çfarë ke bërë për veten tënde dhe çfarë ke bërë për të tjerët. Po shikoje të gjitha këto bllokime që të vinë, mos ke bllokuar gjithatë dashurinë e vetes tënde dhe ke dhënë dashurinë në njerëz të tjerë vetëm e vetëm që të mundeshe të marrësh ti pak dashuri. Dhe nëse je femër dhe ke një partner afër ose kërkon një partner dhe thua unë jam e bukur, jam e mirë, pse nuk më shikon ky ose pse nuk më kujdes? Nuk është asgjë tjetër veç se ajo që duhet të kuptosh që ti nuk shikon veten, nuk e kujdes dhe nuk jep dashurinë që do, por e kërkon nga jashtë. Nëse dhe ti, femër ose mashkull që je, nuk bën gjëra për veten, por vetëm për të tjerët, ky është shkaku që nuk të shikojnë të tjerët. Nëse ti që më dëgjon, je në këtë fazë dhe shikon pse nuk të shikojnë të tjerë, pse nuk kujdesin, pse nuk të japin dashuri kur ti jep, atëherë jam këtu të ndihmoj me Rita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste energjetike universale, për të ndihmuar, për të gjetur rrugën dhe të bashkohesh me veten tënde. Mund të më shkruash në Telegram, në WhatsApp dhe në Viber tek telefoni 0030 699 321 46 37. Ka zgjidhje për çdo gjë që të shqetëson. Kemi seanca private, seanca në grupe dhe në Zoom çdo të enjte që janë falas, gjithashtu programe në grupe dhe programe 21 ditore që mund t'i marrësh dhe t'i punosh vetë në kohën tënde në shtëpi. Për çdo gjë ka zgjidhje, por ti do jesh zgjidhja e vetes tënde apo akoma do presësh të zgjidhësh problemet e të tjerëve edhe të ngelesh gjithmonë duke kërkuar dhe të ndjesh varfëri.